Sa i përket Lulzim Berishës, ky fundi është arrestuar në dhjetor të vitit 2023 në Spanjë, pas informacioneve që autoritetet shqiptare i kanë dhënë informacion homologëve spanjoll lidhur me Lulzim Berishën. Ka pas informacion autoritetet shqiptare, çka kemi parasysh? Policia shqiptare dhe prokuroria shqiptare kanë pasur informacion. Kur themi prokuroria shqiptare, çfarë prokurorie kemi parasysh? Spaku kanë pasur informacion që se unë kam përshtypjen që policinë dhe prokurorinë e zakonshme sikur i ka shumë ka misi, ka patur misi zoti Berisha. Duke parë uljen e dënimeve, tregon që ka diçka të tillë. Pas marrjes së informacioneve është arrestuar dhe në shtetin spanjoll mbante pasaport bullgare dhe përveç se kishte ndryshuar identitetin e tij dhe lëvizte me pasaport bullgare, kishte ndryshuar dhe pamjen e jashtme, ku shfaqej një person me një pamje ndryshe nga se kemi parë në vitin 2006 ku arrestua Sokoa në Maqedoni. Çdo më thënë kur të ndryshosh pamjen e jashtme? Kishte ndryshuar pamja e jashtme e Lulzim plastika. Ishte një person i cili kishte mbante shumë tatuazhe, i veshur trendi do ta quaja, me kapele, me mjekër, ndryshe nga si kemi parë më parë pamjen e Lulzim Berishës dhe bëri buja Sokoa. Autoritetet shqiptare dërguan dokumentacionin për ekstradimin e Lulzim Berishës. Vendimi nga gjykata spanjolle është marrë në korrik të vitit 2024, rreth 7 muaj më parë, por më pas pala mbrojtëse e Lulzim Berishës apeluan në gjykatën e lartë spanjolle, e cila së fundmi la në fuqi ekstradimin e Lulzim Berishës drejt Shqipërisë, ku gjykata e posaçme dhe prokuroria e posaçme e akuzojnë si të dyshuar për vrasjen e Klodian Saliut në vitin 2005 dhe në seancën e sotme gjyqësore Lulzim Berisha, duke u mbrojtur, ka hedhur pra akuzën ndaj bashkëpunëtorit të drejtësisë Luftar Reçi, i cili e akuzon Lulzim Berishën si pjesëmarrës në vrasjen e Klodian Saliut. Dhe Luftar Reçi në këtë rast është një penduar. Është një penduar i drejtësisë, ku sipas Lulzim Berishës, siç u pushua pra akuza për këtë të fundit për vrasjen e Vajdin Lames, është mbrojtur duke thënë që edhe kjo akuzë do pushohet dhe që nuk ka asnjë njohje me Luftar Reçin.